është shumë në linjë me pjesë të punës tonë pas, me ndërhyrjet që ne bëjmë në mbështetje të që nga niveli strategjik, ashtu edhe në nivelin e shërbimeve, në nivelin e analizave, në nivelin e forcimit të kapaciteteve të ofruesve të shërbimit, por dhe të ndërgjegjësimit të mbarë popullsisë. Fokusi i ndërhyrjes që ne bëm ishte mbi domosdoshmërinë dhe nevojën për shërbime të integruara ndaj popullsisë së moshuar 65+. Dhe mirëqenia nuk do të thotë vetëm mungesa e sëmundjes apo të qenit i pamundur, por është një përmbushje e plotë emocionale, fizike, psikologjike dhe ne këtu do e vëmë theksin në punën tonë të përbashkët edhe në vitet në vijim. Norma gjinore të pabarabarta që ende ne i ndeshim në realitetin tonë, në kontekstin tonë. Këto janë sfida reale që na bëjnë të kuptojmë që pse të rinjt ende janë të papërmbushur dhe të paplotësuar për sa përket çështjeve të lidhura me shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues. Dhe pa diskutim, të gjitha këto sfida kanë ndikim jo vetëm në shëndetin dhe mirëqenien e të rinjve, por dhe në zhvillimin ekonomik dhe në reduktimin e varfërisë. Ne realisht duhet të forcojmë përpjekjet tona për ofrimin e shërbimeve dhe informacionit shëndetësor për këto komunitete krahas dhe të rinjve të tjerë në shkolla apo të rinjve të përpiqemi t'i prekim me informacion dhe me shërbime duke përdorur edhe teknologji tashmë. Ne duhet të adresojmë disa nga këto barierat strukturore në mënyrë që të rrisim dhe aksesin përdorimin e shërbimeve nga të rinjt.